më tepër domethënë se si e kopjon, se si e sjell, se si updaton ti atë çka shikon diku ku është realizuar domethënë mbi idenë origjinale dhe si e sjell këtu në këtë shoqërinë ku ne jetojmë. Do thoya diçka që sot ka ndryshuar shumë pikërisht impakti që televizioni realizon tek audienca për vetë faktin sepse sot shumë të rinj dhe shumë njerëz shpenzojnë kohë në internet. Nuk kanë ngelur thjesht televizioni, si thua, ai i vetmi që kur ti nuk ke ç'bën se kur ti ke dëshirë të stimulohesh, shkon përpara, ngulesh para ekranit dhe shikon një telenovela apo shikon një koncert apo shikon një talk show. Jeta e lëvizshme, nuk e ka dhe Pra, jeta ka ndryshuar. Dhe do thoya që cilësia është ajo që duhet i parapri magjisë të ekranit. Nuk është çështje kopimi, sepse ne dimë që në gjithë botën bëhen spektaklet Big Brother, për shembull, me marr si shembull, realizohet nga qindra televizione në qindra vende ndryshme të botës. Pra, bota nuk ecën mbi bazën e kopjes, ecën mbi bazën e blerjes të drejtës të realizimit. Dhe Big Brother vjen për audiencën shqiptare në një produksion shqiptar, ndonse e mban firmën e Endemolit, që është domethënë kompania e produksionit në Holland, nga më të njohurat në Europë ose në botë. Dhe nuk është problem kopimi, është problemi i formatizimit, është problemi i sjelljes, adaptimit të një emisioni, të një informati televiziv që të ketë sens për audiencën që ti ja servir. Të mos tonoj, mos kërcas plani kur ishte problemi. Fakti që bëhesh i njohur, je i vetmi drejtues këtu, televiziv, domethënë që del në ekran, si e ndjen veten dhe ti ke provuar të bësh shumë gjëra. Ti nuk je vetëm gazetar i lajmeve, ti je edhe gazetar artistik, si thua, i lajmeve artistike, soft news ke bërë. Gjithashtu i shoqëron shumë bukur të gjitha ato të Eurovisionit, materialet e Eurovisionit sa herë, ato janë. Faleminderit, ke thjesht, dëgjoj po mos ket. Faleminderit. I shoqëron shumë bukur. Faleminderit. Edhe prezantuese në spektakle etj etj. Po mos futesh pak nga vetja, po mos marr pjesë pasioni. Është punë kreative, puna me ekranin është punë artistike. Je kritizer me të tjerët kur shikon në ekrane të tjera? Kolegët e tu? Kritizerë në çfarë sensi? Domethënë, i shikon ata me syrin që duhet ishin kështu, ose i pëlqen, si pëlqen. Duke lënë njan modestin, duke qenë profesionist, gjithmonë e shikon me syrin e kritizerit një koleg që shfaqet në ekran. Por unë do të them që jam me fat që ndihem mirë. Domethënë, kur arrin të plotësohesh profesionalisht dhe kur arrin të ndihesh mirë me veten, ky sensi i kritizerit të bën mirë dhe nuk të bën keq. Dhe një, të themi një këshilla, ku di unë, një propozim, një sugjerim, në qoftë se ndonjëri nga ata të rinj do donte të ishte një figurë televizive në të ardhmen, në ekran, ishte një drejtues. Më duket janë dy vajza që vazhdimisht thonë që kemi dëshirë të bëhemi drejtuese televizive etj. Çfarë do t'i thoje, çfarë do t'i këshillosh, si duhet ishin, çfarë do të kishin parasysh? Të kenë kulturë pak. Kjo është e vështirë, domethënë si pyetje është vështirë të japësh këshilla sepse nuk është puna e një këshilla, po nga eksperienca. Nga eksperienca, do thoya që është mirë të mos synosh të bëhesh i famshëm, po është mirë të synosh të bëhesh dikushi. Është mirë të arrish të njohësh veten, të arrish të njohësh aftësitë, potencialin që ti ke për të bërë një person televiziv, që të jesh një person televiziv. Sepse sot ndodh që marrin shumë njerëz nga rruga, ju veshin një xhaketë dhe i bëjnë persona televiziv, pa pasur ata asnjë parametri, asnjë filtri për të qenë fit për ekranin. Dhe pastaj është ajo puna e kohës, që koha seleksionon, ti del në ekran, dikush të sjell ose del vet, dhe pastaj koha seleksionon ti qëndron ose ikën pa lënë gjurmë. Pra, ajo çështja e gjurmës është gjë e madhe.